إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندرم الله عز وجل Ata e lavdërojmë, ati jemi me njohës, ati kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, ati kërkojmë falje. Tek Allahu subhanahu wa taala shpresojmë që të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe jemi të bindur se atë që Allahu subhanahu wa taala e udhëzon, ai është i udhëzuar dhe askush nuk mund ta devijojë. Ndërsa atë që Allahu subhanahu wa taala e lën në humbje, ai është i humburi dhe askush nuk mund ta drejtojë. Vëllezërit e mi, lufta e besimtarit dhe besimtares në jetën e kësaj dynjaje është e vazhdueshme, e pandërprerë. Përballë, ata kanë një armik të madh, të përbetuar, shejtanin e mallkuar. Padyshim që ai nuk është i vetmi dhe ai ka ushtri të shumta që i shfrytëzon në luftën kundër besimtarve për t'i larguar nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Nëse njeriu nuk e kupton që është në një luftë të tillë, atëherë nuk e ka kuptuar realitetin e kësaj jete. Ende vazhdon të jetë i paqartë në jetën të cilën e jeton, o vëllezërit e mi. Padyshim që kjo është një luftë e vërtetë dhe Allahu subhanahu wa taala shpeshherë e përforcon këtë mesazh në Kur'an kur thotë: Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shejtani është armiku juaj, prandaj merreni për armik. Kemi folur në këtë hutbë rreth istiadhes, kuptimit të saj, formulimeve të saj. Kemi folur dhe thënë se istiadhja, pra kërkimi i ndihmës, strehimit, mbrojtjes, i kërkohet vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe askujt tjetër. Nuk lejohet kërkosh istiadhen, pra të kërkosh strehim dhe mbrojtje tek dikush tjetër veç Allahut, për ato gjëra që vetëm Zoti i ka në dorë subhanahu wa taala, sepse në të kundërto konsiderojnë shirk, idhujtari. Dhe tashmë do të flasim për çfarë bëjmë istiadhen. Nga çfarë kërkojmë që të ruhemi, cili është qëllimi i istiadhes. Pasi folëm herën e fundit edhe se cili është armiku që kemi përballë, pra shejtani i mallkuar, dhe folëm për çështje që lidhen me këtë pjesë dhe me strategjinë e tij, se si ai sulmon besimtarët dhe besimtarët, dhe se si ai synon t'i largojë nga rruga e Allahut. Tashmë do të flasim cili është qëllimi i istiadhes. Përse njeriu bën istiadhe, pra thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ose kërkojmë mbrojtje dhe strehim tek ti, të më ruash. Përse e bën njeriu dhe çfarë synon me të. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, besoj do na marr disa hutbe në shtjellimin e saj. Qëllimi dhe synimi që kërkojmë të përmbushim me istiadhen, pra kërkimin e mbrojtjes. Qëllimi kryesor i kërkimit të istiadhes është sigurimi i mbrojtjes dhe ruajtjes së fesë dhe të jetës. Të kësaj bote, pra fen dhe jetën tonë, jetën e kësaj bote, kërkojmë ta ruajmë të pacënuar nga kurtha dhe intrigat e shejtanit mallkuar. Muslimani përmes istiadhes kërkon strehim tek Allahu xhaleshanu për të siguruar qetësinë shpirtërore, për të ruajtur pastërtinë e besimit dhe për të larguar çdo të keqe që mund ta cënojë atë, qoftë nga ana shpirtërore, qoftë nga ana materiale apo jeta e kësaj bote. Të këqijat nga të cilat kërkojmë që Zoti të na ruaj. Iblisi padyshim thamë është në krye të gjithë armiqve dhe ai është ai që i përdor çdo ushtri, por cilat janë ato të këqija nga të cilat ne ruhemi? Do ta kuptojmë në thelb çfarë është ajo nga të cilat kërkojmë mbrojtje, o vëllezërit e mi. Se bëm vaki, mund ta shohim diçka si diçka të mirë që s'është e keqe dhe s'kërkojmë mbrojtje prej saj. Dhe as e kemi idenë që duhet të ruhemi prej saj. Prandaj njohja e të keqes është shumë e rëndësishme. Çfarë është e keqja? Çfarë simbolizon ajo? Që ne duhet të ruhemi dhe të jemi të kujdesshëm, o vëllezërit e mi, jo të jemi ghafil, pra të pavëmendshëm.
Imam Ibnul Qayyim, Allahu mëshiroft, ka përkufizuar të këqijat që mund të godasin njeriu në 2 kategori kryesore. Së pari, të këqija që burojnë nga vetë ne, nga vetë robi, ka të këqija brenda ti. Këto janë gjunahet dhe pasojat e tyre. Pra e keqja e madhe nga cila duhet të ruhemi është gjunafet tona dhe atë çfarë ato shkaktojnë dhe sjellin si pasojë, për të cilat njeriu meriton dëshkimin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo lloj keqje është fryt i veprimit të njeriut. Buron nga vullneti i tij i lirë, pra vetë njeriu e bën diçka të tillë. Gjunahet janë një keqje madhore, e vazhdueshme dhe kërcënuese, e cila qëndron gjithmonë si një rrezik i hapur për besimtarin. Gjunafet kanë 2 aspekte kryesore. Ose lënia urdhëresash, urdhat e Allahut subhanahu wa taala Zotit tënd nuk i bën, ose kalim kufish dhe shkelje e ndalesave, harameve që ka vënë Zoti. Këto 2 aspekte janë. Pra këto janë gjunafet. Për ta kuptuar se kush është e keqja që duhet të ruhesh, bën vakir thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ndërkohë që shejtani më i madh janë gjunafet e tua. Që ti as i e vëmendshëm fare, as e ke idem fare. Madje ti mund mos i dish fare kush janë urdhëresat e Allahut xheleshanu, cilat janë ndalesat e tij, kush janë kufit e tij. As e ke haberin fare. Dhe mendon duke thënë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ruhesh nga shejtani i mallkuar. Ndërkohë që ti e kokë këm brenda, mund në mes të ligësisë. Sepse ka nevojë të marrësh dije vllai. Muslimani është i ditur. Në fenë e tyre nuk bëjnë lëshim. Lloji i parë ishte ky, i të këqijave që buron nga vetja jonë. Të këqija që na vijnë nga jashtë është lloji i dytë. Këto të këqija mund të shkaktohen nga të tjerë. Qofshin ata të tjerët përgjegjshëm ligjërisht, siç janë njerëzit e xhinët, ose edhe të papërgjegjshëm ligjërisht. Të këqija mund të jenë dhe kafshët sulmuese, mund të jenë gjarprit, akrepat, helmues, mund të jenë sëmundje, viruse, mund të jetë gjithçka në jetën e kësaj dhunjaje që është dëmtuese. Dhe në fakt është sherr për të cilës ti kërkon mbrojtje, të ruaj Allahu subhanahu wa taala. Pra këto janë jashtë mundësive të robit, pra janë jashtë nesh. Por edhe këto janë të këqija, nga të cilat ne kërkojmë mbrojtje, të na ruajë Zoti subhanahu wa taala. Madje ka caktuar mënyra Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam si të ruhesh dhe të shpëtosh prej tyre. Për shembull, në surën Felek dhe Nas, Allahu xhaleshau na sjell formulime si të ruhem nga të gjitha të këqijat pa përjashtim, si ato që vijnë nga vetja jonë dhe ato që na vijnë nga jashtë. Surja Felek dhe Nas, leximi i tyre, janë burime të fuqishme mbrojtjeje për të gjitha të këqijat, që mund të kërcënojnë njeriu. Teksti i këtyre 2 sureve përmban një përmbledhje të përkryer të lutjeve për mbrojtje dhe ruajtje. Madje janë ndërtuar me shprehje të zgjedhura, madje edhe me emrat e përkryer të Allahut subhanahu wa taala, me të cilat është mirë të lutesh për këtë çështje. Emra të zgjedhur. Sepse siç kemi thënë shpesh herë, e mira është njeriu ta zgjedh emrin e Allahut subhanahu wa taala dhe cilësinë me cilën atij drejtohet, për një hall që ka ose për një rrezik që i kanoset. Ta zgjedh emrin. Në këto 2 sure i ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala emrat e tij dhe i ka vendosur që të jetë mbrojtje për çdo të keqe. Ja kategoritë që përmenden në to. Min sharri ma khalaq. Të këqijat e përgjithshme çdo krijese. Pra nga e keqja e çdo gjëje që ka krijuar Zoti. Lutja përfshin çdo të keqe që mund të vijë nga krijesat, qofshin ato të dukshme apo të padukshme. E dyta, o min sharri ghasiqin idha waqab, nga e keqja e errësirës kur mbulon çdo gjë. Errësira përfaqëson çfarë? Pasigurinë, frikën, rreziqet e panjohura, të cilat nuk i di njeriu dhe nuk e di çfarë pret. Të gjitha këto janë pjesë e kësaj që përmblidhet në këtë fjalë min sharri ghasiqin idha waqab. Nga sherri i errësirës kur ajo na afron. Nuk është vetëm errësira e natës. Ka errësira të tjera vëllezërit e mi. Besoj se njerëzit sot po shijojnë një farë lloj errësire që po u ofrohet. Elus Allahu na ruaj. E keqja e magjistarëve që lidhin dhe fryjnë nyja. Edhe kjo është një keqje e madhe që e kap njeriu në jetën e kësaj bote. Kjo përfshin çdo formë magjie apo veprimi të dëmshëm që synon të shkatërrojë dhe të ndikojë negativisht në jetën e çdo njeriu. E keqja e ziliqarëve dhe smirëzive, e hasedit, smirës, zilis. Edhe kjo është jashtëzakonisht e frikshme dhe e fshehtë. Kjo përfshin ndikimet negative që buron nga zilit dhe ligësit e zemrave të njerëzve.
që shpesh sjellin dëme të mëdha, edhe shpirtërore dhe fizike. Dhe keqja e vezveseve në surën Nas, të shejtanëve, njerëz apo xhin, të cilët i sjellin dyshime njeriu në fenë e tij, në besimin e tij, në qartësinë e mënyrës se jeton jetën, në qëllimin e jetës, pra e turbullojnë njeriu me vezvese. Dhe sot bota është e mbushur o vëllezërit e mi me lloj-lloj, me miliona rrugë humbjesh që njeriu është i pasigurt para tyre. Vetëm nëse Zoti e shpëton. Pra të gjitha këto janë sherrri që i vërtetë njeriu. Dhe nëse Allah nuk të mbron o vëllai im, nëse nuk zgjedh mënyrën e duhur për të mbrojtur dhe kërkuar mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, vallahi jemi të humbur. Jemi të humbur përballë gjithë këtyre sherrreve. Çfarë përfaqëson sherrri? A'udhu billahi min sherri, pra nga sherri i këtyre të këqija, pra i këtyre gjërave. Çfarë përfaqëson sherri e keqja? Imam Ibn Qayyim shpjegon natyrën e sherrit dhe thelbin e sherrit. Pse njeriu kërkon mbrojtje? Sepse njeriu nuk e do pranë vetes dy gjëra. E para, pra sipas tij, sherri, sipas Imam Ibn Qayyim, sherri përfaqëson dy gjëra. Pra një këndvështrim tjetër i tij, për sa i përket sherrit. E para, janë dhimbje dhe vuajtje që njeriu përjeton. Pra kur ne themi a'udhu billahi min sherri, kërkojmë mbrojtje tek Allah nga sherri, nga e keqja, çfarë është kjo e keqe? Së pari, janë dhimbje dhe vuajtje. Pra njeriu kërkon të mos vuaj, të mos ketë dhimbje. Mos ketë vuajtje në jetën e kësaj dhunjaje dhe në ahiret. Pra e para është dhimbje dhe vuajtjet. Dhe e dyta janë çdo gjë që i shkakton ato. Pra kur thotë a'udhu billahi min sherri, pra o Zot më ruaj nga dhimbjet dhe vuajtjet, qoftë në shëndetin tim, në pasurinë time, në të afërmit e mi, në fenë time etj, por edhe shkaqet që të çojnë në këtë dhimbje dhe vuajtje. Pra ti kërkon Allahut të ruaj, jo vetëm nga dhimbja dhe vuajtja, që është thelbi, por edhe nga çdo gjë që të çon në të. Cilat janë rrugët që të çojnë në të? Kjo bën muslimanin dhe muslimanën të jetë i kujdesshëm, i vëmendshëm, të meditojë dhe të mendojë mirë. Ti kërkon të ruaj Allahu subhanahu wa taala nga dhimbja dhe vuajtja në dynja dhe në ahiret. Por dhimbja dhe vuajtja kanë shkaqe, të cilat shkaktohen. A ka logjik që ti kërkosh Zotit të mbrojë nga dhimbja dhe vuajtje, që ti jesh i lumtur, i kënaqur, në prehje, në qetësi, dhe nga ana tjetër, ti jesh i shkujdesur nga shkaqet, rrugët që të çojnë në dhimbje dhe vuajtje? Pra njeriu është i kujdesur në të gjitha, në të dyja këto drejtime. Edhe një herë, se kjo ka shumë rëndësi për të kuptuar atë që vjen më pas. Sherri, që ne kërkojmë të ruhemi, pse kërkojmë Allahu të na ruajë nga sherri? Çfarë përfaqëson sherri? Është çdo gjë që shkakton dhimbje dhe vuajtje në trup dhe në shpirt. Dhe e dyta, çdo rrugë që të çon në këtë dhimbje dhe vuajtje dhe e shkakton atë. Kjo është e rëndësishme të kuptohet. Të gjitha të këqijat që ekzistojnë mund të përkufizohen në këto dy kategori dhe nuk ka kuptim të tretë. Sherri përfshin dhimbjet dhe gjithçka që i shkakton ato. Duke pasur këtë përkufizim, kuptohet se gjunafet, mosbindja ndaj Allahut xhaleshanu dhe profetit sallallahu alaihi wasallam, mohimi i Zotit, kufri me të gjitha llojet e tij, shirku, idhujtaria me të gjitha llojet e saj, shirku i madh, shirku i vogël, padrejtësi dhe poshtërsit, tirania, padrejtësia ndaj vetes, ndaj Zotit, ndaj njerëzve, ndaj krijesave, të gjitha padyshim vëllezërit e mi janë të këqija, janë sherr, nga të cilat njeriu kërkon të ruhet. Këto janë aspekte nga të cilat njeriu duhet të kërkojë mbrojtje dhe të ruhet me çdo kusht. Ndonë se ndonjëherë mund të duket se gjunahet apo veprimet e padrejta sjellin kënaqësi të përkohshme, ose ndonjë dobi të kufizuar. Megjithatë, ato mbeten përsëri të këqija vëllezërit e mi. Sado të bukura të jenë frutet që duken se shijohen në fillim. Dhe mund të shijoj. Padrejtia shpeshherë të sjell një pasuri domethënë pa lodhje. Ose herë të tjera kufri, shirku, hipokrizia, servilizmi, ngjitja pas zullumqarve, mund të sjellë në një lloj komoditeti, po vallahi ajo sherr. Është rrugë e cila po të çon në dhimbje edhe më të mëdha se ato që do të duroje në fillim. Dhe këtë duhet ta kuptojë njeriu. Ato i ngjajnë një ushqimi të shijshëm, sado të mira të duket se të vinë, pra një ushqim i shijshëm, por që brenda ka helm. Sado i shijshëm të jetë në fillim dhe të çijoj, ai ia vlen ky çast shijimi dhe kënaqësie për të përjetuar pastaj dhimbjen e helmit dhe vdekjen dhe humbjen e gjithçkaje.
Nuk ja vlen. Pra duhet kujdes njeriu mos mashtrohet. Në mënyrë të ngjashme edhe gjunafet dhe veprimet e liga shkaktojnë patjetër vuajtje, qoftë herët apo vonë. Ashtu siç helmi sjell vdekjen dhe zjarri djegjen, edhe gjunafet kanë pasojë pashmangshme, përveç rasteve kur një shkak më i fortë mund të jetë imani më i fortë dhe elhamdulillah Zoti të mëshiron dhe të nxjerr në selamet. Ky është një ligj i pandryshueshëm vëllezërit e mi. Pra duhet fiksohen këto mësime në zemrën tonë. Të gjitha të këqijat, edhe se mund sjellin kënaqësi të përkohshme, përmbajnë vetvete pasojë të hidhura dhe të dhimbshme. Ato janë shkaqet kryesore të vuajtjeve shpirtërore dhe fizike. Çdo begati që njeriu humbet është rezultat i mosbindjes ndaj Allahut dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Çdo fatkeqësi që të vjen, çdo dhimbje që të vjen, dije se është shkak i gjunafeve që bëjmë me duart tona. Largimin nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhalesha nuk ka krijuar njeriu që të vuajë, të ndjej dhimbje në jetën e kësaj dhunjaje dhe në ahiret. E ka krijuar që të jetë i lumtur edhe këtu edhe në ahiret. Dhe Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete na tregon për këtë fakt, që Allahu subhanahu wa taala nuk do për robët e tij kufrin apo mohimin. Dhe Allahu subhanahu wa taala thot në shumë ajete që shkak për largimin e mirësive që ka dhënë robëve është pikërisht gjunafi. Dhe thot Allahu xhaleshanu: "Wa ma kana Allahu li yughayyira qauman ba'da idh hadahum hatta liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Allahu kur nuk e devijon dikë nga rruga e drejtë derisa t'u qartësojë nga se të ruhen. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Walam yakun lillahi mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin." Allahu kur nuk e largon një mirësi që ja ka dhënë një populli. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, derisa ata të ndryshojnë në veten e tyre. Pra mirësi që ti ka dhënë Zoti ti ruan, nuk ti largon Zoti xhaleshanu. Pra ti jenë në hajër, jenë mirësi, jenë prehje, qetësi. Dhe këtë kërkon Allahu për ty. Por ti kërkon çfarë? Të kalosh kufit, të lesh urdhëresat e Allahut subhanahu wa taala. Ti shpërfillesh ato, të mos besosh në Zotin xhaleshanu. Atëherë nëse të vjen dëshkimi pas kësaj dije se këto mirësi që i kishe tu larguan për këtë shkak. Pra, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, thot Allahu xhaleshanu. Çdo fatkeqësi që u kap për shkak të asaj që e fituar me duart tuaja. Pra njeriu duhet të kuptojë që dhimbja dhe çdo gjë tjetër që e dëmton atë është për shkak të gjunafeve. Dhe kjo është e rëndësishme të kuptohet. Historia dëshmon se çdo popull ka humbur mirësitë e dhuruara nga Zoti, i ka humbur ato për shkak të gjunafeve dhe mosbindjes ndaj Allahut xhaleshanu. Ata kanë kundërshtuar urdhrat e Allahut, të dërguarve të Zotit, kanë tepruar në tirani, në padrejtësi dhe shfrenim, madje edhe nëse shohim ndryshimet në gjendet e njerëzve sot, kuptojmë se shumë humbja e mirësive është pasojë e mosbindjes ndaj Allahut xhaleshanu. Sigur se thon disa të urtë, idha kunta fi ni'matin far'aha, inna adh-dhunuba tuzilu an-ni'am. Nëse je në një mirësi, ruaj atë. Dije se gjunafet i largojnë mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Mirësia në shëndetin tënd, stabilitetin e jetës, mirësia në familjen, në fëmijët e tu, në jetën e përditshme, në jetën tonë. Nëse njeriu largohet dhe e shpërfill ftesën e Allahut xhaleshanu, Allahu xhaleshanu është i plot fuqishëm të sjell edhe ato që njeriu nuk dëshiron. Si thot Allahu xhaleshanu: "Kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum 'adhaban min fawqikum." Ai është i plot pushtetëm të sjellë ndëshkim nga sipër jush. E min tahti arjulikum, ose nga poshtë këmbëve tuaja. E u yaj'alakum shi'a, dhe t'ju ndajnë në grupe. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dhe t'ju shijoj dhimbjen nga njëri tjetri, luftë. Është i plot pushtetshëm Zoti. Pra njeriu të kthehet dhe të lidhet me Allahun subhanahu wa taala, që të mos ia largojë Zoti këtë mirësi. Vallahi mirësitë largohen nëse nuk kthehemi tek Zoti të nështruar të adhurojmë atë. Nëse kthehemi vallahi, besimi e largon dëshkimin, e largon dëshkimin dhe të mundson Allahu të vazhdosh jetën në një afat të caktuar. Si veproi me popullin e Yunusit apo me popujt të tjerë. Dhe Allah thot Allahu subhanahu wa taala: "Thumma nunajji rusulana walladhina amanu, kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin." Dhe kështu ne i shpëtojmë profetët dhe ata që besuan. Dhe kështu e kemi detyrë, thot Allahu xhaleshanu, ti shpëtojmë ata që janë besimtarë. I shpëton Allahu subhanahu wa taala. Pra nëse njeriu do t'i ruajë të mirat e tij, le të ruhet nga ato që i shkaktojnë. Pra nga gjunafet, shfrenimi dhe mospërfilja e besimit dhe fesë Allahu xhaleshanu. Sherri shkakton një koleksion dhimbjes shpirtërore, trupore dhe psikologjike, që janë shoqëruara me dëshpërim, trishtim dhe ankth të thellë.
Nëse njeriu do të reflektonte, do kuptonte ndikimin e gjunafeve, largësisë nga Allahu subhanahu wa taala, vallahi nuk do rinte asnjë çast larg Zotit subhanahu wa taala. Me do kthehej i penduar, i nënshtruar dhe i gatshëm që çdo gjë që thot Zoti ta zbatojë. Dhe në fakt janë të pakta. Subhanallahu. Dhe ato që kërkon Allahu xhaleshanu në fakt janë të mira për ne vetë. Nuk kurse është ndonjë gjë e vështirë përballimi i këtyre rregullave të Zotit xhaleshanu. Janë të thjeshta. Thjesht disa veprime të përditshme, një lidhje që krijon me Allahun xhaleshanu, që në fakt është në të mirën tënde, se ke ku qan hallet, ke ku kthehesh, ke një krah të fortë të mbështetesh. Nuk je vetë në gjithë të rëmuj dhe këtë padrejtësi të madhe ku jetojmë. Kur njeriu afrohet pranë fundit të jetës o vëllezërit e mi, atëherë do ta kuptoj se ku ishte. E do ta kuptoj që duhet përgatitej për jetën. Thot Allahu xhaleshanu. Duke na treguar se në ato momente kur të largohet nga jeta për momentin e vdekjes, do ta kuptoj njeriu ndryshimin mes të mirës dhe të keqes. Dëgjoni çfarë thot Zoti subhanahu wa taala. Thot fa yawma idhin yatadhakkaru al-insan. Atë ditë njeriu do kujtojë, thot, yatadhakkar. Wa anna lahu dhikra. Por sa do t'i vlej ky përkujtim në momentin e vdekjes? Do ta kuptoj kush është e mira, do ta kuptoj që gjithçka që thanë Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam është i vërtetë. Në lidhje me vdekjen, në lidhje me jetën, në lidhje me xhenetin, xhehenemin, do ta shikoj vendin ku është, xhenet ose në xhehenem. Pra yatadhakkaru al-insanu. Yawma idhin, atë ditë kur ti merret shpirti, kur ti meleku të marr shpirtin, yatadhakkaru al-insan. Do të kujtohet njeriu. Wa anna lahu dhikra. E sa do t'i vlej ky përkujtim? Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Do thot i miri unë, thot, isha përgatitur për këtë jetë që tashmë po iki. Do nisen të gjithë vallahi. Në mos thot nesër pas kaq vitesh vallahi është i moment që do ta nisësh atë udhëtim. Do ta nisësh atë udhëtim. Por çfarë do të shfaqet në atë moment? Ya laytani qaddamtu li hayati. I miri unë, thot, isha përgatitur për jetën time. Fa yawma la yu'adhibu 'adhabahu ahad. Atë ditë askush nuk ndeshkon si Allahu xhaleshanu. Dhe askush nuk lidh në pranga, siç lidh në pranga Allahu subhanahu wa taala. Pra njeriu të kujdeset pa ardhur kjo ditë, ta njohë të mirën dhe të keqen, dhe të fillojë të kujdeset për udhëtimin në këtë dynja. Pra edhe një vëllezër të mi, është e rëndësishme që të njohim thelbin e të keqes. Sikur se tham, është çdo gjë që shkakton dhimbje dhe vuajtje, dhe çdo shkaktar i tyre. Pra çdo gjë që e shkakton këtë dhe vetë dhimbja dhe vuajtja në vetvete. Dhe një sherrje është dhimbja dhe vuajtja dhe çdo gjë që e shkakton atë. Në fakt kjo duket qartë në shumë nga lutjet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nga lutjet që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam na udhëzonte që pikërisht këtë synonte lutja e profetit sallallahu alaihi wasallam, që të ruhet njeriu nga sherrri, pra nga çdo gjë që shkakton vuajtje, por edhe nga shkaktarët e tyre. Në pjesën e dytë të hutbes do të përmendim disa nga këto lutje të profetit sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Duke qenë se sherri nënkupton dhimbjet dhe shkaktarët e tyre, profeti sallallahu alaihi wasallam është lutur gjithmonë që të ruhet prej tyre, prej të dyja. Në të njëjtën mënyrë ai ka udhëzuar që edhe ne të lutemi dhe të meditojmë në to. Ja disa lutje që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje. Së pari, profeti sallallahu alaihi wasallam në fund të çdo namazi bënte këtë lutje. Pra kur ishte në teshahudin e fundit, bënte këtë lutje. Pra kërkonte mbrojtje nga 4 gjëra. Nga ndëshkimi në varr, ndëshkimi i jetës së varrit, ndëshkimi në zjarrin e xhehenemit, pastaj sprova e jetës dhe vdekjes dhe sprova e Dexhalit. 4 gjëra. Në çdo namaz, çdo musliman lutet në fund të namazit kur bën teshahudin, këto janë lutje që duhet i mësoj muslimani. Ua mësonte profeti sallallahu alaihi wasallam, siç mësonte suret sahabëve. Se janë shumë të rëndësishme. Edhe japi njeriu të kuptojë që në këtë jetë po mos u mbrojtje nga
ato që sjellin dhimbje dhe nga shkaktarët e tyre, vallahi nuk do dalë faqebardh. Je I humbur. Atëherë marrim dhe ja analizojmë. Dy të parat. O Zot, më ruaj nga ndëshkimi I varrit dhe ndëshkimi I zjarrit. Çfarë përfaqësojnë këto të dyja? Dhimbje, vuajtje. Që dyja janë vuajtje dhe dhimbje që profeti sallallahu alajhi wasallam kërkonte mbrojtje tek Allahu xhaleshanu, që mos e kapnim, mos e ndëshkonte Zoti subhanahu wa taala. Padyshim që ai është I shpëtuar dhe ai kurse si nuk mund të ndodhë që të ndëshkohet as në varr edhe as në jetën e përjetshme në xhehenem. Zoti na ruaj. Por ky është mësim për ummetin. Padyshim ai ishte më I friksuar tek Zoti subhanahu wa taala, se e njihte më mirë Allahun subhanahu wa taala. Dy të parat, ruajtja nga dhimbja dhe vuajtja. Dy të dytat, pra sprova e jetës dhe vdekjes dhe sprova e dexhalit, janë shkaqe të cilat çojnë në dhimbje dhe vuajtje. Dhe të cilat padyshim këto shkaqe duhet dish si të manevrosh dhe si të ruhesh dhe të mos biesh në to. Dy të parat janë ndëshkime të dhimbshme, ndërsa dy të fundit janë shkaqe të mëdha që mund të çojnë në dhimbje dhe ndëshkim. Fitnet, sprovat e jetës dhe vdekjes, si dhe fitne, sprova e dexhalit, janë ndër sprovat më të mëdha që mund të përjetojë njeriu. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur fitnen si një koncept përgjithshëm, pra min fitneti mahya wal mamat, dhe pastaj e veçoi dexhalin në mënyrë të veçantë, sepse ai është fitnë shumë e madhe, shumë fitnë e fortë. Ajo ve vërtet në sprovë besimin e njeriut. A do vërtet përjetësi në ahiret, në xhenetet e Allahut xhaleshanu? A je I sigurt besimin në Allahun? Besimin në Kur'anin si librin e Allahut? Besimin në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si profetin e Allahut? Apo nuk je I sigurt? Dhe kjo është thjesht si përfaqësore. Dhe qëllimi jot është thjesht jeta e kësaj dynjaje. Ajo do të jetë sprova më e madhe që kaloi njerëzimi. Sprova e dexhalit. Lut Allahu na ruaj nga të tilla sprova. Sprovat e dynjas, këto sprova nuk shkaktojnë gjithmonë dhimbje. Kur themi Zoti thot, profeti alayhis salam na thot në këtë lutje, pra më ruaj nga sprovat e jetës dhe vdekjes. Sprovat e jetës së kësaj dynjaje jo gjithmonë vijnë me dhimbje. Vijnë edhe përmes shkaktarëve ose rrugëve të tjera që nuk janë të dhimbshme. Mund të vinë me pasuri të madhe, me pushtet, me bukuri, me famë etj, të cilat mund të jenë të dashura për njeriu, por në fakt ato janë shkaktar që të çojnë tek dhimbja. Pra kujdes. Njeriu asnjëherë mos e heq vëmendjen nga qëllimi pse është krijuar, nga synimi që kanë jetën e kësaj dynjaje, të adhuroj Allahun xhaleshanu, të hyjë në xhenetet e Allahut xhaleshanu. Jeta e dynjas do ikë shpejt e shpejt. S'ka qëllimin e kësaj dynjaje. Lidhja me Zotin kjo ka rëndësi. Adhurimi I bën Allahu subhanahu wa taala. Qëllimi që e vën vetes përjetësia në xhenet dhe ruajtja nga zjarri I xhehenemit. Pra kujdes sepse sprovat e jetës mund vinë edhe në këtë formë, kurse sprova e vdekjes vëllezërit e mi. Sprova e vdekjes vjen e menjëhershme dhe vjen me dhimbje. Është momenti I marrjes së shpirtit. Dilema, thënia e shahadetit, shikimi I asaj që do shikosh momentin e përballjes, vallahi kjo është provë e madhe. Pra janë sprova të vështira. Lutja për mbrojtje nga 4 çështjet e përmendura, më sipër është aq e rëndësishme saqë disa dietare kanë konsideruar të detyrueshme në namaz, subhanallahu. Disa nga dietare kanë thënë që kjo lutje në namaz është prej vajxhibeve të namazit. Aq e rëndësishme është lutja nga këto. Disa prej tyre si Ibn Hazmi për shembull ka thënë, namazi nuk është I vlefshëm nëse në teshahudin e fundit nuk I lexon këto 4 lutje të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ja si është lutja, thonte profeti sallallahu alaihi wasallam. Siç vjen kjo në hadithin që sjell Ibn Abbasi dhe që e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Thoni, thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. Pra thoni, o Zoti im, kërkoj mbrojtje tek ti nga ndëshkimi I xhehenemit. Kërkoj mbrojtje tek ti nga ndëshkimi I varrit. Kërkoj mbrojtje tek ti nga sprova e dejxhalit dhe kërkoj mbrojtje tek ti nga sprova e jetës dhe vdekjes. Më ruaj o Zot nga dhimbjet dhe nga shkaktarët e tyre. Çfarë kërkon sqarim më të thjeshtë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Madje Imam Muslimi na sjell një gjurmë nga Tausi, një prej dietarëve të hershëm, I cili e pyeti birin, a u lutet gjatë namazit me këto 4 çështje? A e the gjatë namazit këto 4 lutje? I tha I biri jo, tha përsëritë namazin. Përsëritë namazin. Nuk mund të ketë namaz që muslimani mos lutet nga këto.
Është udhëtimi ynë vëllezërit e mi, është udhëtimi jetën e kësaj dynjaje. Me këtë do përballesh se s'bën. Në një mënyrë ose në një tjetër. Nëse nuk je vetëdijshëm për këtë çështje, je i pavëmendshëm se ke kuptuar jetën e kësaj dynjaje. Edhe lutja për mbrojtje nga disa gjëra të tjera, por besoj kjo do të mbetet për atë tjetër. Elusi Allahun subhanahu wa taala na ruaj nga çdo e keqe. Na ruaj nga dhimbjet që shkaktojnë gjunafet tona dhe largimi nga feja e tij. Elusi Allahun na jap pendim të sinqert. Elusi Allahun të na hap sytë e ballit dhe të zemrës. Ta shikojmë rrugën e drejtë, ta shikojmë dritën. Elusi Allahun të na bëjë të dashur Kur'anin dhe ta lexojmë atë, të shikojmë dritën dhe udhëzimin. Së fundmi vëllezërit e mi, çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.